Përshëndetje të nderuar shikues, jemi këtu me Blerim Shabanin, ekspert i shërbimeve sociale dhe familjare. Blerim, mirë se erdhe në intervistë. Mirë se gjitha, faleminderit për ftesën. Blerim, cili është legjislacioni i luftës për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe atë që kanë bëjnë në baza gjinore? Fillimisht faleminderit për interesimin dhe kujdesin që ta trajtoj këtë çështje, e cila besoj që për opinionin e gjerë publik është me interes të jashtëzakonshëm, për shkak që ne transmetojmë informata të rëndësishme edhe pastaj të gjithë ata të cilët e konsumojnë këtë lloj informacioni përmes dritarës së juaj të komunikimit, përmes TV-syrit, kanë se çfarë të kuptojnë më gjerësisht dhe në mënyrë më specifike për legjislacionin dhe për detyrimet e shtetit në raport me mbrojtjen e fëmijëve, të rriturve dhe të gjithë atyre që janë të afektuar nga dhuna, format e dhunës dhe mënyrën se si të mbrohen. Kosova ka bërë përparime të jashtëzakonshme, përparime të dukshme në disa sfera, ka ende shumë sfida, por marrë në tërësi, sidomos në vitet e fundit, ka një përparim të jashtëzakonshëm. Në radhë të parë, Kosova e ka integruar në rendin e vet kushtetues Konventin e Stambollit, një instrument ndërkombëtar, e cila jap shteteve detyrime që të rres përpjekjet e tyre për ta luftuar dhunën në familje dhe me bazë gjinore, me theks të veçantë grave dhe vajzave dhe grave, dhe normalisht të jap detyrime shteteve që të rrisin të gjitha përpjekjet, investimet në ngritjen e kapaciteteve institucionale, financiare për të ndihmuar në shërbime, në strehimore, në pakot shërbimeve, në ngritje të kapaciteteve institucionale kështu me radhë. Në kohët pak vite më parë, Kosova po ashtu e ka hartu ligjin e ri kundër dhunës në familje dhe me bazë gjinore, i cili është një ligj i cili reflekton kontekstin e ri, detyrimet e mekanizmave të shtetëror të shtetit të institucioneve, përcakton të drejtat e viktimave për shërbime dhe rrit nivelin e përgjegjësisë në sferën e koordinimit dhe të bashkëpunimit, dhe po ashtu risitë e reja ligjore janë që me ligjin e ri kundër dhunës në familje dhe me bazë gjinore me theks të veçantë ndaj vajzave dhe grave, ka institucionalizuar, ka kodifikuar, ka ngritur në nivel tjetër krijimin e mekanizmave koordinues lokal në nivel të komunave, të cilët janë struktura komunale në bashkëpunim me struktura tjera qeveritare, dhe ato tashmë janë në proces, shumica prej tyre janë krijuar, janë konstituar dhe që do duhet të operojnë. Pra ndër të tjera, ky ligj ka përbërë një risi jashtëzakonisht pozitive për sa i përket ngritjes së vetdijes institucionale për luftën që duhet ta kemi si shoqëri, edhe në sferën e parandalimit, edhe në sferën e reagimit, edhe në sferën e trajtimit, edhe në përgjegjësinë e koordinimit të mekanizmave të institucioneve në luftën kundër dhunës në familje. Po, ku jemi të vetëdijsimi i shoqërisë, sa mendon këto vitet ju tashmë dihet se i trajtoni këtë rast edhe keni përvojën këtë fushë, sa janë, më thonë, emancipuar shoqëria jonë që edhe të reagojmë si shoqëni, por edhe të paraqesim rastet dhunës në familje, por edhe të dhunës, domethënë gjinore. Është një pyetje jashtëzakonisht e mirë, e cila don një hulumtim më të gjerë për sa i përket impaktit që ka aspekti i edukimit të vazhdueshëm në sferën e emancipimit të gjitha kategorive të shoqënisë, e marrë shoqëninë në përgjithësi, por marrë për referencë vitet e fundit, ka një përpjekje të jashtëzakonshme të gjitha sferave të shoqënisë, përfshi median, përfshi aspektet e sferës akademisë, domethënë flas institucionet shkollore, akademike, shoqënisë civile, grupeve të tjera jo formale, që të kontribuojnë në edukim, në emancipim, në ngritje në përgjegjësisë për raportim, dhe kjo mendoj që i ka kriju frytet e veta, por që mbetet ende sfidë edukimi i grupeve të ndryshme shoqërore që të jenë domethënë reagues, raportues ndaj çfarëdo situate shqetësuese, brenguese të formave të dhunës që i hasin edhe fëmijët,
edhe viktimat e dhunës e tjerë, por që marrë në parametra të numrave, mendoj që sidomos në vitet e fundit ka një rritje të rasteve të raportimit dhe mund të jetë shpjegues i mirë që kjo është lidhet me këtë efektin e ndërgjegjësimit të individëve të grupeve të caktuara për t'i raportuar rastet dhe mos nejt indiferent ndaj fenomenit të dhunës. A janë ato domethënë edhe mekanizma të tjera si është shtëpia e sigurt, domethënë që kanë ndikuar që njerëz edhe vajzat edhe gratë, po ndoshta edhe fëmijët me reagu ndaj dhunës që bëhet. Në ligje, jo vetëm ky ligj i cilin e përmendëm apo Konventa Stambollit si një instrument ndërkombëtar, por edhe ligjet vendore, sepse përveç kësaj kemi edhe disa ligje të tjera që e përmenda, kemi ligjin për mbrojtje të fëmijës, kemi ligjin e shërbimeve sociale, ligjin e familjes, ligje të tjera specifike, por me theks këto që janë më të rëndësishme, është do thotë përcaktojnë strukturën e institucioneve, mekanizmat, përgjegjësitë atyre institucioneve për të ofruar mbështetje dhe për të trajtuar rastet në nevojë, jo vetëm rastet dhunës dhe kategorive të tjera. Po meqense po flasim shprehimisht për dhunën dhe për luftën kundër dhunës, ne kemi një kategori institucionesh, të cilat janë përgjegjëse për të vepruar në trajtimin e rasteve të raportuara, dhe jo vetëm edhe në procesin e parandalimit. Në kuadër të nivelit lokal ne kemi qendrën për punë sociale, një institucion i mandatuar lokal, i cili është përgjegjës të ofrojë shërbime sociale, profesionale dhe të aplikojë format e mbrojtjes për rastet që janë viktima të dhunës në familje dhe të atyre fëmijë, dhe të aplikojë format e mbrojtjes, kujdestari, srem rezidencial dhe mbështetje të tjera sipas nevojave individuale. Policia po ashtu është një strukturë institucionale e cila ka mandat ligjor të bëjë ndjekjen dhe të kryejë procedurat dhe të ofrojë siguri, të kryejë procese vlerësimi, të bashkëpunojë me aktorët e tjerë. Zyra e mbrojtësve të viktimave, prokuroria, gjyqësori, shtëpia e sigurt apo strehimorit e tjera të cilat ofrojnë shërbime të drejta sociale, profesionale, të strehimit, të përkujdesjes e kështu me radhë, dhe organizata të tjera jo qeveritare të cilat ndihmojnë në faza të ndryshme të proceseve, sepse ka dhe institucione të tjera të cilat varësisht nga natyra e vet e mandatit do duhet të përmbushin detyrat në raport me viktimat të dhunës, qoftë të rritur, qoftë fëmijë, qoftë vajza, qoftë gra apo fëmijë të moshës të vogël apo fëmijë të mitur. Ndërka që ku jemi te policia, ka qenë ma herë ndoshta që njerëzit edhe nuk kanë besuar në institucione sepse nuk janë mbrojt as gratë, po as dhuna ndaj fëmijëve. A mendon që ka ndryshuar kjo? Shikoni, policia në periudhë të vazhdueshme ka pasur në indeksin e matjes së pulsit publik nivelin e besueshmërisë ka pasur shumë të lartë. Tani unë nuk kam të drejtë të hitë flasë të vlerësoj performancën e policisë, por konsideroj që Kosova në raport me institucionin e policisë Kosovës ka shënu progres të jashtëzakonshëm, sepse kemi një polici profesionale, reaguese, e cila i përgjigjet kërkesave të qytetarëve për të vepruar në përputhje me përgjegjësitë që i ka si institucion. Dhe edhe në vlerësimet e kënaqshmërisë në raport me institucionet, policia gjithmonë ka dalë si një institucion i besueshëm, i cili përmbush ato pritjet e qytetarëve si institucion si mandat që e ka. Është edhe domethënë që edhe te sfera e ekonomike ndikon kjo që gratë duhet kërkojnë edhe pronë në familje. Në kuadër të formave të dhunës, përveç formas fizike, psikologjike, emocionale, seksuale, ligji e përcakton edhe këtë dimensionin e dhunës ekonomike, e drejta në pronë, e drejta në të mira materiale, çështjet e trashëgimisë, ndarja barabartë e pasurisë të tjera janë dimensione të kodifikuara në ligj dhe këtu janë të drejta të garantuara me rendin tonë kushtetues dhe me ligjet që e rregullojnë sferat e të drejtave të njerëzit, dhe ne duhet si shoqëni, si individ, si struktura, si profesionist të punojmë shumë që ta trajtojmë
njeriu në sensin e të drejtave të tij apo të saj, dhe çdo grua apo vajzë e cila është përjetuese e dhunës familje, ne duhet të sigurohemi që të drejtat e tyre apo të saj në këtë rast të përmbushen, të respektohen, të vlerësohen dhe të i përfitojnë ato të drejta në përputhje me rendin kushtetues, me ligjet që i kemi në fuqi e që janë zbatueshme. A zbatohen? Domethënë në shoqërinë tonë. Tani shiko, unë nuk, si profesionist, unë nuk kam parametra me marrë, me thonë, me ja vlerësime tilla se du të kem tregues që dëshmojnë se sa ka. Kosova e thash në fillim të bisedës se ka bërë përparime të dukshme për sa i përket edhe kuadrit ligjor edhe institucional, edhe ka dëshmuar që din të koordinohet kur është në pyetje trajtimi i rasteve dhe të kaloj barierat institucionale në reagime, në bashkëpunim, në trajtim të rasteve. Blerim, faleminderit shumë. Kjo ishte intervista për sot. Të nderuar shikues, kjo ishte intervista me Blerim Shabanin. Faleminderit shumë për vëmendjen dhe që na ndoqët.